Propozimi për pranimin e përbashkët të gjithë kandidatëve nga Ballkani përëndimor në antarësimin e Bashkimit Evropian është e logjikshme dhe vetme zgjidhja qëndrueshme, theksoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai tha për televizionin TV1 se mbrëmë në Bruksel ka biseduar me Ursula von der Leyen dhe Antonia Costa kryesisht për çështjet e energjisë dhe problemet me të cilët përballet Serbia në rrugën e saj europiane, klasteret dhe agjenden europiane. I pyetur për industrinë serbe të naftës, ai theksoi se nëse rusët nuk zgjidhin çështjen e pronësisë deri me 15 janar, Serbia do të merr masat në duart e veta. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić vlerësoi se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës për të refuzuar certifikimin e kandidatëve të kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme është marrë për arsye politike dhe se kjo tregon se sa shumë i friksohet regjimi i Albin Kurtit i Unitetit dhe Fitore Serbe dhe se dëshiron që ai të emërojë përfaqësuesit serb në Parlamentin e Kosovës. Simić tha për Kosova Online se lista serbe ka paraqitur një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa dhe se ai pret që kjo ankesë të paranohet. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se mos certifikimi i kandidatëve të listës serbe nga Komisioni Qendror Zgjedhor është çështje Komisioni Qendror Zgjedhor, jo e tij. Kur u pyet nga gazetarët se si e komenton reagimet e shoqërisë civile dhe ambasadës amerikane, Kurti deklaroi shkurt se kjo ishte çështje e ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe se ai është kryeministri i Republikës së Kosovës. Ambasada amerikane vlerësoi se përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje në KQZ me një ngushtë janë dhe përqarës dhe minojnë vazhdimin e dialogut strategjik midis Amerikës dhe Kosovës. Duke ju përgjigjur vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ambasada gjermane në Prishtinë deklaroi në përgjigjen e saj për Kosova Online se procesi zgjedhor dhe përgatitjet teknike për zgjedhjet duhet të jenë të lira nga manovrat e aktorëve politik. Kur u pyet nga Kosova Online për të komentuar vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, ambasada gjermane vuri në dukje sjelljen penguese të disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj. Kritikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Albin Kurtit ndikojnë në marrëdhëniet funksionale midis Prishtinës dhe Washingtonit më shumë se sa në disponimin e votuesve, theksoi Dragoslav Rasheta nga organizata Rruga e Tretë e Re. Ai tha se Kurti ende mund të përdorë atë për të ndezur bazën e tij të votuesve për të animuar ata që të shkojnë në votime në një numër sa më të madh të jetë e mundur. Vizita kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza në Amerikë nuk do të thotë që Kurti nuk mund të mbështetet në mbështetjen amerikane, thot analisti politik Artan Aliaj, duke vënë në dukje se Kurti me siguri do të duhet të rinovojë qasjen e tij ndaj marrëdhënieve me Washingtonin. Shumica qytetarëve të Kosovës e perceptojnë Amerikën si një mbrojtës kryesor, prandaj konflikti politik me Washingtonin ndikon drejt për drejt në shanset zgjedhore të vetëvendosjes, vlerësoi bashkëpunëtori i iniciativës Pupin Petar Ivić dhe deklaroi se rënja mbështetjes për Albin Kurtin është pikërisht rezultati i atij konflikti. Komandanti i KFOR-it General-Majori Ozkan Ulutash tha në Beograd se KFOR-i është plotësisht i përkushtuar në zbatimin e mandatit të tij afatgjat nga rezoluta 1244, i cili është në të kontribojë një midis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Ulutash, i cili është në mandatin e tij të dytë si komandanti i KFOR-it, falenderoi autoritetet serbe për mikpritjen e tyre të ngrohtë në Beograd, veçanërisht shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilović, me të cilin siç tha ai ka pasur një bashkëpunim të hapur dhe të frytshëm gjatë mandatit të tij të parë. Zëvendëskomandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Petrit Feza konfirmoi për Kosova Online se 2 shteta sirian u gjetën brëm në fshatin
Koshutica pranë Jarinjës me lëndime të rënda, hetimet përcaktuan se lëndimet e të dyve ishin shkaktuar nga një mjet impret, thot Fejza. Sipas Kosova Online, njëri prej të plagosur është transportuar fillimisht në spitalin e Mitrovicës së Veriut, pastaj në spitalin e Mitrovicës së Jugut dhe më pas në qendrën e klinikës universitare në Prishtinë, kurse i tjetri i plagosur është mbajtur për trajtim spitalor në Mitrovicën e Jugut. Moti nesër në veri të Serbisë do të jetë me mjegull dhe i ftoft, ndërsa në zona tjera kryesisht me diell dhe i ngrohtë, veçanërisht në zonat kodrinore dhe malore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga -2 deri në 4, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.